Kur Allahu dëshiron të të bëjë të fuqishëm e të të ngrisë në gradë, ai nuk të shpërblen me njëherë me rehati, as nuk të vendos kurorën me njëherë, ai të thyen më parë e të sprovon. Të heq nga komoditeti yt, nga mendjematësia, nga planet që kishe bërë për veten, derisa të mbetet vetëm ajo që është e sinqertë, zemra dhe shpirti yt i pastër. Kjo nuk është dënim, është pastrim dhe përgatitje. Dhimbja, vështirësitë dhe sprovat nuk vijnë për të të shkatruar, por për të të forcuar. Allahu e di çfarë ka brenda teje dhe të teston, që të nxjerrë në pah forcën që ti nuk e dije se e kishe. Çdo ditë e vështirë, çdo thyrje zemre, çdo humbje, çdo zhgënjim, çdo tradhti, është Allahu duke të formuar hap pas hapi. Sepse ti nuk mund të rritesh shpirtërisht kur je në rehati, por kur je në kaos me durim dhe përkushtim. Presioni që të bën të ndihesh i thyer sot është i njëjti presion që do të bëjë të fuqishëm, të pandalshëm dhe të fortë në besim nesër. Kur je në sejdë me lot në sy, duke menduar se gjithçka ka mbaruar, kujto se Allahu nuk të ka haruar, nuk është fundi, është rindërtimi. Shumica dorëzohen kur sprovat i thyen, por besimtarët e vërtet qëndrojnë me sabër. Ata ecin me besim edhe në përzjarr, derisa drita e qëllimit të tyre fillon të shfaqet, sepse e dinë se pas çdo vështirësie, Allahu sjell lehtësim. Çdo lot, çdo sprov, çdo natë pa gjumë është dëshmi se Allahu ende nuk ka mbaruar me ty. Është shenjë se Allahu ende po të formon, po të forcon dhe po të përgatit për të bërë personi që ai e ka përcaktuar për ty, që në momentin e krijimit tënd. Prandaj mos u dorëzo, shtyj edhe pak, sepse ajo që po duket si fundi, shpesh është fillimi që Allahu ka zgjedhur për ty. Nëse kjo video të dha forcë, shkruaj në koment elhamdulillah, sepse me të vërtet çdo sprov ka një urtësi me qëllim. Selamu alaikum.